S'kisha dasht pak me undalë si fshat e shohim realisht është i madh, nuk e di ende për nga numri banorëve mirë, po e shohim në qetësi. Edhe këtë e malmen kanë qenë prekazi i lëlzuar, ka qenë kështu në ditët e veta të lumturisë për nga njerëzit, po e them. Aty ku ka popullot, aty ka gjallëri. Pikërisht. Shumica e shtëpive në prekaz, mos thëmë 50% shtëpive janë të pabanur, kanë emigru jashtë. Dhe me thonë, rini, tash, po flasë konkretisht për familjen tim, unë jetoj vetëm me një shoqë dhe me një djallë, as si kom mesat, as nipat, ku i kom fushë Kosovë, i kom në për vendet tjera, dhe me thonë, ku ka rini, aty është ardhmeria, aty është lulëzimi, aty është gjallëria, aty vendi pa rini është pa gjallëri. Pikërisht, edhe këtu ka mbet diçka e tillë. Po ka mbet, ama çish ka qenë përpara, çajo kënaqësia, çajo rinia, burrët plot fëmijë, rrugë plot fëmijë, shkolla më shumë në zonë sa çajo gjallëri më. Edhe po shkoj tu zbez ditë. A mundesh ti në fjalën popullore që thonë me ja fut lopsin kësaj farë pune, pse ndodhi kështu? Është një sipas mendimit tim, kjo është një rrjedhë e cila e ka përfshi krejt Evropën, në Evropë bën pjesë edhe Kosova, është një farë revolucioni. Është një farë revolucioni, dyndja njerëzve për një vend, kërkimi i jetës më të mirë. Në kohën time kur kom qenë në Nxans, edhe si i ri jemi kënos me çfarë që kemi pas. Sot rinia janë po kërkojnë me pas kushtet sikur rinia evropiane, do me pas punë, do me pas shkollimin, do me pas sigurimin shëndetësor, do me pas shumë tjera. Mirë, po pse ka qenë atëherë për neve ashtu? Sepse ne kemi pas okupatorin këtu, na mas pari se kemi pas lirin, mas se kemi pas lirin, i kemi përballuar ato tjera që ashtu kemi jetu. Tash liria është, njerëzit aspirojnë për jetë më të mirë. Absolutisht. I kuptoj rinin. Absolutisht që po. A i gjykon? Jo, absolutisht. Jo, nuk i gjykoj. Jo, nuk i gjykoj.